Unë kam një mendim krejt tjetër për këtë pjesën e ndërkombëtarëve, sepse është ngritur aq shumë pritshmëria se deklaratat që kanë bërë kanë qenë forta. Ja se do ta them pse. Në fillimisht u ngrit ajo ideja që amerikanët janë duke goditur zonjën Balluku, së shpejti do të ketë, e kanë artikuluar të gjithë faktorët politikë të opozitës këtë gjë. Vinin nga Amerika, deputet, përfaqësues të Partisë Demokratike, vinin nga Amerika, thoshin ka mbaruar punë Rama. Rama jo vetëm që s'mbaroi punë bashkë me Ballukun, po fituan zgjedhjet në mënyrë të bindshme dhe erdhën me një shumicë tani që mund ta ndryshojë edhe këtë pjesën e mosprekjes së qeverisë tij në kodin procedurës penale, edhe mirupafshim. Pra, dhe pastaj tani kemi ikur nga Amerika, kemi lënë sepse me Amerikën i zgjidhi çik punët Rama, sipas këmbvështrimit edhe publikut, edhe opozita me sa duket u dorëzua nga fronti amerikan, pra nuk po i vjen më, nuk po pret më diçka të mirë nga fronti amerikan, dhe i është kthyer Bashkimit Evropian, që deri dje këtij Bashkimi Evropian opozita i thoshte Parlamenti Evropian është i Sorosit, Parlamenti etj. Dhe po presim që të reagojë Parlamenti Evropian. Ambasada amerikane ka bërë qartë, nuk merret më me këtë punë, nuk reagon, sigurisht nuk kanë presionet në plotësisht ashtu, sepse një ditë përpara se gjykata kushtetuese të merrte vendimin për zonjën Balluku, ambasadorja e dërguara me punë e ambasadës nxori një foto me kryetaren e re të gjykatës kushtetuese, dha dhe një mesazh poshtë, ku mesazhi ishte i qartë. Pra, po du të them që formalizmat janë formalizma. Gjykata e rrëzoi, nuk e pranoi kërkesën e kryeministrit. Asnjëherë ndërkombëtarët nuk e kanë vrarë mendjen se çfarë bëhet brenda kësaj. Atyre u intereson të ketë atë dukjen e bukur, mos ma prekni spakun.